Provimi i jurisprudencës mund të zhvillohet edhe në gjuhën shqipe, tha kryeministri Hristijan Mickoski. Ai shtoi se nuk ka arsye të jetë ndryshe, sepse si shtoi, ligji për gjuhët është i qartë. Po ne gledam тука zato što не се полага, не. Законот за јазици е јасен во случајов, доколку некој побара да го полага на албански јазик, треба да му се дозволи. Kjo përgjigje e kryeministrit hedh poshtë pretendimet e Ministrisë së Drejtësisë, nga ku para disa ditëve u shprehën se kushti për njohjen aktive të gjuhës maqedonase është i domosdoshëm gjatë dhënies së provimit të jurisprudencës. Kontrollimi për njohjen aktive të gjuhës maqedonase kryhet pikërisht përmes dhënies së provimeve në gjuhën maqedonase. Ndryshe, në ligjin për provimin e jurisprudencës nuk ekziston dispozitë që e ndalon shprehimisht gjuhën shqipe, ndërsa ligji për përdorimin e gjuhëve obligon institucionet të mundsojnë përdorimin e shqipes në të gjitha procedurat shtetërore. Kjo përgjigje e Ministrisë së Drejtësisë erdhi pas javën e kaluar, kur 385 studentë shqiptar të juridikut përmes peticionit kërkuan që provimi të jepet në gjuhën në të cilën studiojnë si e drejtë e garantuar me ligj. Peticioni është dorëzuar te Ministria e Drejtësisë, Agjencinë për Zbatimin e Gjuhëve, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve, Kryetari i Kuvendit dhe zëvendës kryeministri i parë.